Shumica e historive të dashurisë fillojnë kur themi pranoj. Ta mbaj dhe ta ruaj, ta dua dhe të kujdesem. Në të mirë dhe në të keq. Në kohë të mira dhe të këqija. Nuk ka rëndësi nëse historia është e panjohur apo jo e përsosur. Që nga ajo ditë e më pas, vazhdon historia juaj e dashurisë. Përpara Perëndis, Me Perëndin. për gjithë ditët e jetës suaj. E dini, është diçka që ndodh çdo ditë. Gjatë kohës së njohjes, ne e shohim atë që mund të jetë bashkëshortja jonë e ardhshme përmes syzeve idealiste. Më pas martese, ne e shohim atë me syze realiste. Ne papritur kuptojmë shpesh për shtangjen dhe abin ton, që njeriu me cilin jemi martuar nuk është i përsosur, dhe vendosim t'i përgjigjemi pyetjes më të rëndësishme në martesë. Si mund të bëhen një i vetëm dy njerëz të papërsosur? Salomoni dhe Shulamitja e kaluan këtë proces. Ndërsa vazhdojmë serin ton, çfarë ka për të thënë Bibla për dashurinë, martesën dhe seksin, do të shohim se si i përballojnë ata konfliktet që pashmangshmërisht lindin kur dy njerëz të papërsosur bashkojnë duart për të gjithë jetën. Nëse bashkoheni me mua për mesazhin kërkimi për partnerin e përsosur, do të mësoni disa gjëra të dobishme për jetën me partnerin tuaj të papërsosur. Pas pak në programin e sotëm të Moment Vendimtar. Kemi studiuar romancën në Dhjatën e vjetër me Salomonit dhe Shulamites. Dhe ata edhe pse nuk kishin avantazhin e internetit, duket se bëjnë shumë mirë këtë. Ndërsa rilidhemi me historinë e tyre, duhet ju them se ata janë ende duke i ardhur rrotull njëri tjetrit. Kur ne i lam për herë të fundit, ata ishin në pallatin e Salomonit. Dhe Shulamitja po prezantoi me ambientin mbretëror. Tani skena ka ndryshuar dhe janë kthyer sërish në fshat. Në shtëpinë e Shulamites, nëse doni ta dini. Dasma e tyre është vetëm disa ditë larg. Dhe ata ende po përpiqen që të mësojnë për njëri tjetrin sa më shumë që të munden. Shulamitja ka rënë kokë e këmbë në dashuri me Salomonin, por është duke e vëzhguar ende po përpiqet të mësojë sa të mundet, po përpiqet të përcaktojë se si do të jetë jeta me këtë njeri të madh dhe të fuqishëm. Mbase ende nuk i besohet që ajo do të bëhet gruaja e tij. Mendja e saj është e mbushur me pyetje. Dhe në thelb duhet thënë që kjo pjesë e shkrimit për të gjithë ne sot është si një lloj manuali me llojet e pyetjeve që duhet bëjmë dhe tu përgjigjemi përpara se të ndodhë martesa. Në disa aspekte, këto pyetje do të vazhdojnë të bëhen dhe do të vazhdojnë të marrin përgjigje përgjatë martesës. Kemi 4 pyetje këtu, me disa nën pyetje për secilën prej tyre. Le t'i shtjellojmë dhe jo vetëm të vazhdojmë me historinë e Salomonit dhe Shulamites, por t'i vëmë edhe në zbatim për veten tonë. Që nga pastori e deri te djali më i ri që po mendon që një ditë të martohet në dasht Zoti. Pyetja e parë: a kalon kohë ai me ju? Këto pyetje ne do t'i bëjmë sikur të jenë të gjitha të lidhura me Salomonin, edhe pse këtu kemi disa shkëmbime mes atyre të dyve. A kalon kohë ai me ju? Nën pyetje: a është i gëzuar për ju? Kantiku i kantikëve 2:8. Ja zëri i të dashurit tim, ja, ai vjen, duke kërcyer mbi malet, duke u hedhur mbi kodrat. I dashuri im i përngjan një gazele apo një dreri të ri. Tani, që nga vargu 8 deri në 17, Shulamitja i referohet 5 herë Salomonit si i dashurim. Është një marrëdhënie dashurie e ëmbël që ka disa kohë që është rritur mes tyre dhe zemrat e tyre po thuren me njëra tjetrën, dhe ndërsa ajo dëgjon zërin e Salomonit nëpër kodra, ajo mbushet me gëzim dhe me ankth. Ajo e dëgjon zërin e tij kur ai e thërret ndërsa po shkon tek ajo. Ajo i bën komplimente tipareve të tij fizike, duke u hedhur dhe duke kërcyer, thot ajo. Ai është tërheqës si një gazel ose si një drej i ri, që vlerësohen për fuqinë, formën dhe bukurinë. Salomoni këtu përshkruhet, teksa ecën përmes terrenit malor mes Jeruzalemit dhe Shunemit, vendi ku banon Shulamitja. Ai po vallëzon, është duke u hedhur
dhe kërcyer, e vetmja gjë që mendoj ndërsa po i lexoja këto vargje këtë javë ishte kodrat janë ngjallur me tingujt e muzikës. Salomoni po vjen për të. Prandaj më lejoni t'ju bëj një pyetje. Njeriu me cilin po mendoni të kaloni jetën, a është i gëzuar që është me ju? A nuk ju duket interesante që të gjithë ne bashkohemi në martesë me lloje të ndryshme të karaktereve që kemi, por ka disa njerëz gjak ftohtë që martohen sikur martesa të jetë takimi i ardhshëm në agjendën e tyre. Por shumica e njerëzve, edhe njerëz të tillë, kur bëhet fjalë për martesën, ju duket diçka emocionuese. E dini, më kujtohet që nuk isha shumë oreks për gjatë javës përpara se të martoheshim, isha nervoz dhe isha i emocionuar. A nuk është e vërtet kjo? E dini se deklarata që po bëj ka dhe një pjesë plotësuese që thotë se nëse nuk ka ngazëllim për martesën që do të keni, atëherë mund t'jeni duke ju drejtuar një jetë e vërtet të vështirë. Ja se cila është pjesa e dytë e pyetjes së parë. A është i magjepsur pas jush? Dhe kjo është edhe më e fuqishme dhe dua që t'jetë e fuqishme. Le të shohim fundin e vargut 9. Ja ku është prapa murit ton, shikon nga dritaret, hedh vështrime nëpërmjet hekurave të tyre. Salomoni tani ka arritur në shtëpinë e Shulamites. Dhe në pamje të parë duket sikur është ndruar në një përgjues. Por nuk është e vërtet. Ai po sheh përmes hekurave brenda shtëpisë së saj thjesht për ta parë atë, me shpresën që ta shohë përpara se ajo ta shohë. Dhe Shulamitja e sheh Salomonin të qëndrojë pas murit të saj, duke e kërkuar, duke u përpjekur ta gjejë me vështrimin e tij. Kjo është gruaja e ëndrave të tij. Vetëm disa ditë më vonë ata do të martohen. Paige Patterson, presidenti i seminarit Jug Perëndimor, ka shkruar një libër të vogël mbi kantikun e kantikëve dhe për këtë pjesë ai bën këtë koment. Salomoni pa përmes dritareve të vogla, duke treguar veten lozonjar përmes atyre dritareve, ai zhduket menjëherë dhe fshihet pas murit. Papritur ai e shfaq veten, plotësisht pas hekurave të dritareve. Dhe ata po bëjnë një lojë të vogël ku ka fshehti këta të dashuruar. Ka një lloj ndjesie magjepseje në këtë marrëdhënie, ata janë të magjepsur nga njëri tjetri. E dini, ne zhveshim martesën nga ngazëllimi, apo jo, ne e bëjmë aq të sofistikuar atë dhe studiojmë aq shumë sa harrojmë që ajo duhet jetë kështu, ajo duhet jetë plot ngazëllim, ajo duhet jetë magjepsëse. Kur mos kërkoni falje për këtë. Në këtë mënyrë krijoi Perëndia, është gjëja më emocionuese që do të njihni në jetë, që do t'ja kaloj vetëm çastit kur të shohim Zotin Jezus Krisht ballë për ballë dhe të futemi në një marrëdhënie të përjetshme në prani të tij. Pyetja numër 2. A ju flet me butësi ai? Le të shohim vargjet nga 10 deri në 14 ku kemi një monolog shumë të mrekullueshëm. A ju a tregon ai besnikërinë juve? Le të shohim vargun 10 dhe më pas. I dashuri im më ka folur dhe më ka thënë: "Qohu mikja ime, e bukura ime dhe eja. Qohu mikja ime, e bukura ime dhe eja." 2 herë Salomoni flet me ëmbëlsi për dashurinë që ka për Shulamiten. Ai e quan atë mikja ime, e quan atë e dashura ime. Ai 2 herë e quan atë e bukura ime. Salomoni nuk supozoi që Shulamitja ta di se si ndihet ai. Ai vazhdoi t'ia thot asaj këtë her pas here. Dhe nuk kam dëgjuar kurrë për ndonjë rast të vetëm kur një grua i thot bashkëshortit saj në fund të ditës: "Sot e ke tepruar me dashurinë tënde për mua, më ke thënë shumë herë të dua dhe duhet përmbahesh pak zemër. Kjo është e tepërt për mua." Dhe kjo nuk ndodh apo jo? Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se kurrë nuk mund ta teprosh duke i thënë: "Të dua, njeriu të zemrës." Dhe në këtë copës të mrekullueshme poezie do ta vini re se e gjitha kjo është geniale, komunikimi mes këtyre 2 njerëzve. Dhe pastaj a ju a tregon ai jetën e tij, a ju a shpreh besnikërinë, a ju thot ai: "Ti je e imja dhe unë jam i yti, ne të dy jemi bashkë dhe kjo është e mrekullueshme." Dhe a ju a tregon jetën e tij? Unë mendoj se kjo është një nga gjërat më të mprehta në këtë pasazh dhe nuk dua t'ju shpëtoj. Sepse ja, dimri ka kaluar, shiu pushoi, iku, lulet duken mbi tokë, koha e të kënduarit erdhi dhe në vendin ton dëgjohet zëri i turtulleshës. Fiku nxjerr fiqt e tij të papjekur, vreshtat në lulëzim përhapin një aromë të këndshme. Para disa vitesh,
Mora pak kohë për të studiuar të gjithë jetën e Salomonit, që nga lindja e tij deri kur ai vdiq. Ai padyshim që është një nga personazhet më enigmatik dhe personalitetet më të pazakont në gjithë historinë e botës. Kur ju e studioni jetën e tij, do të zbuloni se ai ishte një ndërtues, ai ishte një guvernator, ai ishte një drejtues, ai ishte një gjeni financiar, ai ishte një drejtues ushtarak, ai ishte një shkrimtar. Por shumica e njerëzve nuk janë të vetëdijshëm për faktin se ai ishte edhe një shkencëtar. Ai ishte një njeri që, sipas Biblës, ishte njeriu më i mençur që ka jetuar ndonjëherë, ishte një studiues i botës që Perëndia kishte krijuar, ku ai të jetonte dhe të ecte. Tek 1 Mbretërve kapitulli 4, vargu 33, lexojmë këtë për Salomonin. Aty thuhet: foli edhe për drurët, nga cedri i Libanit deri tek hisopi që mbin nga muri. Foli gjithashtu për kafshët, për zojsht, për rrëshqanorët dhe për peshqit. Salomoni ishte një ekspert në historinë e natyrës, në zoologji, në ornitologji, në botanik. Ai ishte vërtet naturalisti i parë i madh i botës. Dhe referencat e tij mbi natyrën gjenden në të gjitha shkrimet e tij, te Predikuesi, Fjalët e urta dhe Kantiku i kantikëve. Dhe tani, po fillojmë të kuptojmë një pjesë të gjuhës së këtij libri. Salomoni po flet nga dashuria e tij e madhe njerëzore për nusen e tij të ardhshme. Dhe gjërat që di, gjërat që ai di për ta përshkruar atë, janë gjërat që ai ka jetuar dhe i ka studiuar. Ai është një shkencëtar dhe i do lulet, ai do stinët, ai do diellin dhe shiun, ai do të gjitha gjërat që janë pjesë të natyrës dhe i përfshin të gjitha këto gjëra në deklaratat e tij për këtë grua. Në thelb, ajo që ai po bën është që ai po e merr këtë vajzë dhe jetën e saj si një vajzë fshati në kodrat e Libanit dhe po e bën atë pjesë të jetës së tij, duke e përshkruar me detaje të shumta çdo gjë që ai e di se do të jetë vërtet kuptim plot për të. Në komentarin e tij mbi Kantikun e Kantikëve, Deniakin shkruan: Salomoni ka qenë një njeri atipik kur bëhet fjalë për romancën. Ai e kuptonte se rruga për në zemrën e një gruaje shpesh është detajet, te gjërat e vogla. Dhe Salomoni e fton Shulamiten që të bëjë një shëtitje me të në natyrën përreth. Kjo asaj do të jetë dukur shumë romantike. Për më tepër, detajet me cilat ai e përshkruan largimin e dimrit dhe ardhjen e pranverës janë befasuese, sidomos për një burr. Vëmendja e tij ndaj detajeve është një model për të gjithë burrat kudo. Ka shumë të ngjarë që përshkrimi plot finesi i Salomonit të ketë një fokus të dyfisht. Për shembull, koha e pranverës është universalisht një kohë për dashurinë. Të biesh në dashuri është si të përjetosh pa pushim stinën e pranverës. Çdo gjë është e freskët, e re dhe e gjallë. Gjërat thjesht duken ndryshe kur je i dashuruar. Dhe për këtë çiftëri të dashuruarish, dimri dhe ditët me shi kanë kaluar. Lulet po lulzojnë, zojsht po këndojnë dhe pranvera ndihet kudo. Dhe mund ta shohësh, mund ta nuhasësh dhe kudo ku hedh syt gjen dashurinë. Fundi i citimit. Në detaje, Salomoni donte që ajo ta dinte çdo gjë që ai mund t'i komunikonte asaj për veten e tij. Një prej gjërave që mua më duket interesante është kur vinë çifte dhe më thonë, po, ishte një pjesë e tërë e jetës së tij për cilën nuk isha dëgjuar kurrë, as nuk e dija më përpara. Dhe e di që ndonjëherë nuk ju kujtohen të gjitha gjërat që duhet të tregoni për veten, por miqtë e mi, kur keni për të kaluar gjithë jetën bashk, bëni mirë t'ia zbuloni veten njeriu të cilit po i kërkoni që t'ju përkushtohet. Tregojuni se kush jeni, bëjini pjesë të jetës suaj, përfshihini në detajet e njeriu që jeni. Dhe kjo vlen si për burrat, ashtu edhe për gratë. Në përvojën time, këtë gratë e bëjnë më mirë se sa burrat. Dhe e di që disa prej ju burrave po mendonin sepse po ju ngacmoj, sepse po ngacmoj dhe veten. Të gjithë na duhet punojmë pak për këtë. Kjo nuk është diçka që ne na vjen natyrshëm, apo jo. Duhet të punojmë pak për këtë. A ju a tregon besnikërinë juve? A ju a tregon ai jetën e tij? Dhe numri 3. A ju a shpreh dashurinë që ka për ju? Të shohim vargun 14. Këtu Salomoni po tregon pjesën e tij shkencore kur shpreh dashurinë.
O pëllumbesha ime që rrinë në të qarat e shkëmbinjve, në strukat e rëmoreve, ma trego fytyrën tënde, më bëj ta dëgjoj zërin tënd, sepse zëri yt është i këndshëm dhe fytyra jote është e hijshme. Shumica besojnë se në fakt këto fjalë përkasin Shulamites, por siç ju thash në fillim, këtu kemi shumë shkëmbime, mënyra si e përshkruani veten dhe dashurinë që keni për njëri tjetrin. Dhe përpara se të kalojmë te paragrafi tjetër i kësaj historie, duaj që të skedoj edhe një raport të fundit nëse mundem, mbi rëndësinë e komunikimit në martesë. Tani duaj që t'ju kujtoj sërish që ju futëm këtij studimi mbi kantikun e kantikëve, të gjithë paksa të shqetësuar. Ky libër sigurisht ka të bëjë me seksin dhe flet për të, e kemi prekur pak këtë temë dhe gjërat sa vinë dhe bëhen më të nxehta ndërsa vazhdojmë. Por pjesa dërmuese e librit të kantikut të kantikëve flet për realitetin e dashurisë, dhe realiteti i dashurisë miqtemi nuk është vetëm seksi. Realiteti i dashurisë është procesi i komunikimit, marrëdhënia që ndërtojmë me njeriu me të cilin Perëndia na ka thirrur që të jemi partner në martesë. Përveç pjesës së intimitetit, çdo gjë që ne gjejmë në këtë libër ka të bëjë me të gjitha marrëdhëniet normale midis dy njerëzve. Pra po, punoni për pjesën intime të marrëdhënies suaj, por mos harroni se gjatë kohës që e bëni këtë, të punoni edhe me marrëdhënien e përditshme. Ka shumë çifte që na thonë se gati nuk kanë asnjë bisedë kuptim plot gjatë ditës, çdo gjë është informacion në shërbim të funksionit, por nuk ndalen te detajet. Nëse nuk jepni zemrën, dhe për këtë duhet punojmë nëse duam të ndërtojmë martesa të forta. Craig Kligman i ka thënë këto fjalë: një shenjë e dashurisë së vërtet është dëshira për të komunikuar. Një dëshirë për të zbuluar gjithçka për personin që e doni kaq shumë. Asnjë detaj nuk ju duket i parëndësishëm, asnjë emocion apo ndjenjë nuk është e parëndësishme për tjetrin. Dhe ju interesojnë detajet dhe ndjenjat sepse e doni shumë atë njeri. Dhe diçka që mund të jetë e parëndësishme apo e mërzitshme edhe për një mik të mirë, përqafohet me padurim dhe me një interes të sinqert nga ai që ju do. Edhe zëri i njeriut që dashuroni ju duket në veçanti i joshës në vetvete. Njëri mund të lexojë edhe numëratorin e telefonave dhe tjetri do ta dëgjojë vetëm për kënaqësinë e zërit të atij që do. O zëri i njeriut që duam, sa i çmuar është për ne. Verën përpara se unë dhe Dona të fejoheshim, unë po udhëtoja me një kuartet në të gjithë pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara. Ishim 5 djemë që udhëtonim për të përfaqësuar kolegjin Cedarville. Ne ishim kuarteti i kolegjit dhe këndonim në përkishat ndryshme çdo natë gjatë gjithë verës. Duke bërë këtë fituam një pjesë të pagesës së shkollës, por ishte fantastike, nuk mund ta përfituroni dot sa argëtuese ishte. Unë dhe Dona e kishim vërtet seriozisht, po planifikonim fejesën dhe martesën. Dhe e dija që nuk do ta shihja shumë. Ajo u kthye në Cleveland për të punuar. Dhe e dinim që nuk do të takoheshim dot më shumë se 2 ose 3 herë gjatë verës, prandaj morëm një përkushtim. Morëm një përkushtim që do t'i shkruanim njëri tjetrit nga një letër çdo ditë. Mendoj se përkushtimi për ta bërë këtë ishte shumë më lehtë për të se sa për mua. Dua t'ju tregoj diçka, ju përmbajtëm përkushtimin dhe ishte shumë interesante, nuk e di si e bëri ajo, por zbuloi se ku do të këndoja dhe zbuloi itinerarin. Ishte kaq e mrekullueshme sa kur shkoja te kisha tjetër, vinte pastori dhe më thoshte: "O, të ka ardhur një letër", dhe unë e dija se kush ma dërgonte. Askush tjetër nuk më shkroi gjithë verës. Dhe kur i merri ato letra, ndonjëherë ato vinin 2 ose 3 njëherë, sepse e dinin ndonjëherë ato niseshin më përpara. Para se të bëja ndonjë gjë, para se të ndihmoja me përgatitjet, përpara se të shkarkonim makinën, përpara se të shkoja te prezantuesi, i merri ato letra, e gjeja një cep të qetë në kishë dhe i lexoja, jo vetëm një herë, por i lexoja 2 ose 3 herë. Besojeni apo jo, i kam të gjitha edhe sot. E keni dëgjuar apo jo historinë për një djalë të vogël, nëna e cilit u kthye në shtëpi nga puna një ditë dhe i tha: "Çfarë ke bërë gjithë ditën, zemër?" "E po mami, kam luajtur postierësh." "O, ja kthen ajo, por çfarë ke bërë?" Ai thot: "Mami, i gjeta një pirg të madh me letra në dollapin tënd, të mbledhura me një fjongo roz dhe i kam shpërndar të gjitha ato letra në çdo shtëpi të lagjes sonë." Pra ajo që duhet ju them miq është se i kam të gjitha ato letra, por janë në një vend të sigurt, ku askush nuk mund t'i gjejë përveç meje. Por herë pas here nxjerr ndonjërin prej tyre dhe e lexoj.
Dhe pastaj më kujtohet që ajo donte të dinte çdo detaj të çdo koncerti, dhe unë doja të dija çdo detaj të ditës së saj. Sepse kur je i dashuruar, të interesojnë të gjitha detajet. A nuk është ky një mendim i bukur? Prandaj burra, kur ktheheni në shtëpi nga puna dhe gruaja ju thot çfarë bëre në punë sot, ndani sa më shumë detaje që të mundeni, mbase duhet prisni pak sa të kalojë gjendja emocionale, se mbase keni kaluar ditë keqe mund të hani darkë dhe të qetësoni pak dhe pastaj t'i tregoni, por e dini, për martesën që kemi ne, nuk ka asgjë. Nuk di të ketë diçka që ne nuk e kemi ndarë me njëri tjetrin dhe kjo është ajo që na afron si çift. Komunikimi. A kalon kohë me ju? A ju flet me butësi dhe mbase duhet të them ai ose ajo sepse këto janë për të dy. Numri 3, a i ndan sprovat e tij me ju? Vargu 15. I zini dhelprat. Dhelprat e vogla që dëmtojnë vreshtat, sepse vreshtat tona janë në lulëzim. Tani mbani mend që dhelprat, ose ndonjëherë i referohen edhe çakallit, ishin pjesë e kulturës së asaj kohe. Ishin dhelprat e vogla që dëmtonin të mbjellat. Dhe në mënyrë metaforike, në tekstin që kemi këtu, dhelprat e vogla përfaqësojnë problemet e vogla që futen në marrëdhënien martesore dhe e shkatrojnë atë. Shulamitja e nxit Salomonin që të ketë shumë kujdes nga këto gjëra të vogla që mund të shkatrojnë marrëdhënien e tyre të dashurisë. Më duhet t'ju jap këtë dëshmi dhe mendoj se flas në emër të gjithëve sot që ne gjithmonë mund t'i përballojmë gjërat e mëdha. Por ato gjërat e vogla që zvarriten, ato dhelprat e vogla. Prandaj mos u bëni kryeneç. Mos thoni mua nuk mund të më ndodh kurrë. Kini kujdes nga dhelprat e vogla që mund shkatrojnë hardhin. Numri 4, a e forcon ai besimin në ju? I dashuri im është imi dhe unë jam e tij. Ai e kullot kopen midis zambakëve para se të fryj fladi i ditës, dhe hijet të ikin, ktheu i dashurim dhe sillu si një gazelo një drenush mbi malet që na ndajnë. Kjo ka të bëjë me të qenit në unitet. Vini re, i dashuri im është imi dhe unë jam e tij. Uniteti në martesë. Uniteti në vend të dyzimit. Në perceptimin tim, martesa është si ai qiriu i unitetit që ekspozohet në shumë ceremoni dasmash sot. Nëse nuk e keni parë ndonjëherë, më lejoni t'ju tregoj si funksionon. Janë 3 qirinj. 2 qirinj të shkurtër anash që përfaqësojnë dhëndrin dhe nusen si individ, dhe një qiri më i gjatë në qendër që përfaqëson martesën e tyre. Të 3 qirinjt vendosen përpara kishës. Në fillim, përpara ceremonisë, dikush i ndes qirinjt anash, duke e lënë të pandezur atë në mes. 2 qirinjt e ndezur përfaqësojnë dhëndrin dhe nusen përpara martesës. Ata futen në kishë të ndar, janë ende beqar. Në çastin kur dhëndri dhe nusja i thon betimet e tyre përpara Perëndis, ata nuk janë më beqar. Ata janë të martuar. Janë të bashkuar dhe që të dy bëhen një. Prandaj pasi thon betimet, bashkëshorti dhe bashkëshortja i afrohen të 3 qirinjve. I marrin nga mbajtësia të 2 qirinj që ndodhen anash, dhe të dy i bashkojnë te qiriri në mes, dhe ata e ndezin qiririn në mes, dhe pastaj i fikin qirinjt që ishin të ndezur më parë. Simbolika është e bukur dhe shumë e qartë. Drita e qirinjve të tyre nuk do të digjet më vetëm për veten e tyre. Ata nuk do të jetojnë më si 2 njerëz të ndarë në vend të kësaj. Ata do të shijojnë një dritë më të shndritshme, një dritë që përfaqëson unitetin në martesën e tyre. Uniteti është forca e një martese. Është vendi ku çiftet bëhen më të fortë nga sa do të ishin ndonjëherë të ndarë nga njëri tjetri. Dhe kur e kuptoj martesën ashtu siç na e ka dhënë Perëndia, është gjëja absolutisht më e mrekullueshme, sepse në martesë 1 + 1 nuk bëjnë 2, 1 + 1 bëjnë 4 ose 5, sepse ju të dy bashkë jeni shumë herë më të fuqishëm nga sa do të ishit ndonjëherë të ndarë. Por ju duhet jeni një. Unë duaj që t'ju them diçka. Përshtatja më e madhe që do të bëni ndonjëherë në jetën tuaj
është përshtatja në një të vetëm, sepse ju vini me formimin tuaj a jo me të sajin. Është një prej arsyeve pse duhet jepni përgjigje sa më shumë pyetjeve para se të martoheni. Dhe në atë çast, kur ju bëheni një, uniteti është sekreti i asaj që Perëndia kishte qëllim për ju. Është ajo që ai kishte në mendje kur tha nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm. Dhe ai krijoi martesën. Dhe gjatë gjithë kësaj serie ju kam thënë se martesa, sado e mrekullueshme të jetë, nuk do të jetë kurrë e plot, derisa ajo martesë të plotësohet në Krishtin. Ju sot mund keni ardhur këtu me bashkëshortin ose bashkëshorten, ose mund t'ju ketë ftuar ndonjë mik. Dhe ndërsa jeni shumë të lumtur me martesën, nuk i keni besuar kur Krishtit. Prandaj po përpiqeni të bëni një gjë hyjnore me fuqinë njerëzore. Më lejoni që t'u kthehem sërish qirinjve dhe t'ju jap një panoramë tjetër për këtë. Kjo nuk ka të bëjë me martesën, por vetëm me ju dhe me Perëndinë e plotfuqishëm. Merrni një nga qirinjt tanash, nuk ju duhet tjetri, sepse nuk jeni dy në këtë rast, jeni vetëm ju, nuk mund ta njihni dot Perëndinë si çift. Ju duhet ta njihni atë individualisht. Këtu në qendër është qiriri i gjatë, kurse këtu është qiriri juaj, ai i vogli. Në këtë ceremoni, qiriri i gjatë tashmë është i ndezur. Ai është Perëndia, ai është drita e botës. Dhe Biblia na thot se Perëndia i plotfuqishëm një ditë të historisë u përkul drejt nesh për të ndezur qirinjt tanë. Dhe ju mund ta keni këtë vetëm nëse e ndizni qiririn tuaj dhe t'i nënshtroheni dritës së tij. Dhe kur e bëjmë këtë, drita e Perëndisë së plotfuqishëm bëhet drita e jetës suaj dhe e jetës sime. Dhe tani si një njeri i lidhur me Perëndinë përmes Jezus Krishtit, sillni shumë më tepër në martesën tuaj, jo vetëm anën tuaj njerëzore, por ju sillni edhe praninë e frymës së shenjtë dhe Perëndia i plotfuqishëm po jeton brenda zemrës suaj. Dhe nëse ju jeni të bekuar të keni një partner të tillë, tani keni diçka të cilën mund ta thoni me zë të lartë. A do thot kjo që nuk do të keni probleme? O jo, thjesht do të thot se tani keni një aleat për zgjidhjen e problemeve tuaja. Për një krishter, martesa nuk është që dy njerëz do të bëhen bashkë, siç kujtohet nga Trekëndshi. Martesa është një çështje tridimensionale. Perëndia është në qendër dhe ne jemi të bashkuar me njëri tjetrin dhe me të. Shpresojmë që t'ju kemi inkurajuar me mesazhin e sotëm nga seria ime, çfarë ka për të thënë Bibla për dashurinë, martesën dhe seksin. Mbase na keni ndjekur dhe doni të dini më shumë për Biblën, për Perëndinë, dhe se si mund të keni një marrëdhënie personale me të. Kjo marrëdhënie mund të fillojë që sot, nëse do të pendoheni për mëkatet tuaja dhe të ktheheni te Krishti si Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Kur e bëni këtë, Perëndia ju premton që do t'ju bëjë një krijesë të re, që do t'ju birësojë si fëmijën e tij dhe do t'ju drejtojë gjithë ditët e jetës suaj. Ndërsa e ndërmerrni këtë hap besimi sot, dua që t'ju inkurajoj që të lidheni me një kishë të zonës ose me ndonjë shërbes të besueshme dhe t'i tregoni dikujt që mund t'ju ndihmojë të rriteni në besimin tuaj të sapogjetur. Deri atëherë, Zoti ju bekoft dhe shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar.